Brenda vitit të ardhshëm, Shqipëria do të hyjë në epokën e sistemit me matës inteligjente energjisë elektrike, lajmëroi kryeministri Edi Rama gjatë prezantimit të projektit Osha e Charge, një shërbim i ri i karikimit të mjeteve elektrike për të shkuar drejt energjisë së pastër dhe transportit të qëndrueshëm. Me një parti të parë prej rreth 350.000 macash dhe brenda këtij mandati besoj që do të përmbyllim edhe këtë proces. Sovraniteti energjetik është një tjetër synim i qeverisë Rama për këtë mandat. Dhe që të mos jemi më të varur as nga importi i energjisë dhe as nga luhatjet nga njëherë thuajse katastrofike që sjellin në tregun e energjisë krizat që nuk kanë bën fare me ne. Kreu i qeverisë zbuloi edhe projektin që do të synojë ta shndërrojë vendin në një eksportues të energjisë. Objektivi më i madh strategjik i yni për ta kthyer Shqipërinë nga një vend si ai që gjetëm në Humner, në një vend eksportues neto të energjisë elektrike. Përfshirja e OSHA-s në tregun e shërbimit të karikimit të mjeteve elektrike, sipas kryeministrit, do të jetë rregullatori i sektorit. Qasje të re në aspektin e shërbimit publik. Ndërsa projekt buxheti ka nisur të diskutohet në kuvent, Rama paralajmëroi rritjen e pagave të punonjësve të OSHA-s dhe sektorëve të tjerë. Për 6.800 punonjësit e kompanisë do të ketë një indeksim të pagave me 6.1%. Zëvendës kryeministra njëherëzi ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku tha se sektori energjetik në Shqipëri është të shndërruar në një histori suksesi dhe garancie për të ardhmen. Ne po ndërtojmë një sistem energjetik që i shërben ekonomisë, qytetarëve dhe mjedisit. Balluku zbuloi edhe pikën e parë të OSHA-s për karikimin e mjeteve elektrike. Pjesë e unazës së re, nga tegu në drejtim të farkës, konsumatorët familjarë do të vazhdojnë të karikojnë automjetet e tyre pranë banesave me të njëjtin çmim që ata paguajnë për energjinë.